them që vërtet e kam afër zemrës, ndoshta sepse është edhe pak vuajtja e momentit. Pset e pafundme të 3 vjeçarit. I njohim si të 3 vjeçarit, por në fakt janë nga 2,5 deri në 4,5 vjeç. Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe Mom Corner. Unë jam Nina Xhafa, psikologe me formim dhe specialiste në politika e edukimit. Atëherë çfarë është duke ndodhur? A janë duke e bërë këtë gjë për të na testuar durimin e pafundëm? Absolutisht jo. 3 vjeçarët janë në një fazë zhvillimi fantastike. Truri I tyre dhe sidomos korteksi prefrontal që në fakt përmban logjikën, bën lidhjen dhe mendimin më të thellë mbi botën, mbi mënyrën se si funksionojnë gjërat. Këto zona të trurit në këtë moshë janë në një shpërthim zhvillimor. Dhe normalisht, çfarë ndodh në trurin e fëmijës, ata e shfaqen totalisht në sjelljet e tyre të përditshme. Ata janë duke mësuar mbi mënyrën se si funksionon bota, janë duke e zhvilluar shumë fuqishëm këtë nocionin e shkak pasojës, janë duke u përpjekur për të strukturuar të gjithë informacionin që përthithin çdo ditë nga eksperiencat e ndryshme, ka nevojë që ta sistemojnë pak në trurin e tyre. Dhe këtë gjë bëjnë pikërisht ato pset e pafundme. Ndonjëherë përsëriten shpesh dhe themi po prit se sa ta thash ose dje ma pyete, për dje më pyete, më bën psen e 20 mbi të njëjtën gjë. Kjo sepse truri I tyre është ende në zhvillim dhe në fakt kur thonë që nuk e mbajnë mend, vërtet nuk e mbajnë mend, sepse ka një bum informacion, një mbingarkesë dhe kanë shumë të nevojshme që ta marrin përsëri derisa të qëndrojë pikërisht aty ku duhet. Diçka tjetër të cilën shpesh ja shkalojmë është se pseja në fakt ndonjëherë nuk ka të bëjë thjesht me faktin, ka të bëjë me lidhjen. Është duke të ardhur dhe të pyetur pse, sepse e sheh se është një urë lidhse me ty, është një urë komunikimi me ty. Dhe fëmijët në këtë moshë kanë jashtëzakonisht shumë të nevojshme. Dhe e fundit arsye se pse pset na mbysin gjithë ditën, është gjithashtu kjo faza ku ata po krijojnë unin e tyre dhe përkatësinë e tyre, autonominë e tyre. Deri në 3 vjeç ata kanë qenë, nuk e kishin idenë që unë jam një person. E kishin konceptin unë dhe prindi jemi një person, jemi ne dhe bota. Tani po krijohet jam unë, prindi dhe bota. Atëherë ku qëndroj unë në gjithë këtë informacionin? Pse duhet ta vesh xhupin? Nuk është vërtet pyetja për temperaturën, është ftohtë apo është ngrohtë. Është pyetja e a kam mundësi që të marr vendime mbi trupin tim, a më lejohet deri këtu apo jo? Kështu që le të jemi pak më të hapur edhe pak më të duruar me ta, se janë duke kaluar në këtë fazë fantastike, por edhe lotëse për ne psesh.